Në emisionin tonë Gjurmime historike dhe në fokus të këtij emisioni është qyteti antik i Bylisit. Ne jemi pikërisht këtu, në qytetin antik të Bylisit, dhe më eksaktësisht, atje ku qyteti i Bylisit merr atë që quhet dhe pasaporta e tij. Mbas shpinës tonë është pikërisht mbishkrimi i cili i jep identitetin këtij qyteti, ndryshe nga qytetet e tjera të antikitetit dhe të kësaj periudhe, të cilat ndoshta vuanin problematikën e identitetit tyre. Por le të shohim më me detaje pikërisht të mbishkrim. Që shohim dhe vëzhgojmë dhe ne sot, e gjeti këtë mbishkrim një nga udhëtarët romantik të shekullit të 19, anglezi Henry Holland. Henry Holland ishte mjek pranë oborit Alipash Tepelenës, dhe kur Alipash Tepelena në vitin 1813 pushtoi dhe Pashallëkun e Beradit dhe e vendosi kufirin e tij deri në lumin Shkumbin, atëherë edhe territori për cilin po flasim u fut në pjesë e shtetit Janinës, të shtetit Alipash Tepelenës. Dhe kështu mjeku i tij personal, i apasionuar pas qyteteve antike, pas vlerave dhe pasurive kulturore, Henry Holland bëri të mundur që në 1815 të vinte në kodrën e Gradishtës, siç quhej nga vendasit, dhe të vizitonte rrënojat, mozaikët të cilët vendasit i qunin qilima në gjuhën popullore, dhe pati fatin të vëzhgonte dhe këtë mbishkrim. Vendasit nuk mbanin mend në tisin e kujtesës, nga e kaluara e shekujve ishte harruar pikërisht emri i Bylisit antik. Dhe pikërisht, siç e tha dhe ju pak më parë, ky mbishkrim shërbeu për pasaportën e identifikimit të tij. Çfarë përcakton ky mbishkrim? Ky mbishkrim bëri atë që ju e that pak më parë, e identifikoi këto rrënoja të qytetit antik emri i cilit kishte humbur me qytetin antik të Bylisit. Pra këto rrënoja i përkisnin Bylisit dhe pikërisht e bëri zbërthimi, deshifrimi i këtij mbishkrimi në latinisht, që është mbishkrimi më i madh në gjuhën latine i zbuluar në vendin tonë. Dhe ja se çfarë thot eksaktësisht ai. Pikërisht termi Bylit në mbishkrimin e mësipërm bëri që Hollandi në librin e tij Udhëtime në ishujt Jonian, Shqipëri, Thesali dhe Maqedoni, botuar në vitin 1815, të bënte identifikimin se këto rrënoja i përkisnin qytetit antik të Bylisit. Fakt